Fillimisht e lidhim zemrën me dashurinë, me emocionin, me dhimbjen, por harrojmë diçka thelbësore. Zemra është organ, e një mjek kardiokirurg që operon zemrën, mbi gjitha është njeri. Ka frikë, ka dyshime, ka net pa gjumë. Dhe megjithatë, për ditë ai hyn në sallën e operacionit, me duar që nuk duhet të dridhen, edhe kur brenda dridhet gjithçka. Sot, në pa komplekse, flasim për atë që nuk shihet pas bluzës së bardhë. Peshër emocionale, kufijtë e mjekësisë dhe momentet kur profesionalja dhe njerëzorja përplasen ballë për ballë. I ftuari im sot është doktor Raif Çavolli, kardiokirurg. Doktor, faleminderit që e pranuat ftesën time. Elion, faleminderit për ftesën. Doktor, shumica prej nesh kur përmendet fjala zemër, mendojnë për shumë çka tjetër, e më pakti e shohin zemrën si organin më të rëndësishëm në trupin tonë. Së paku deri kur troket sëmundja. Kur ndodh kthesa për ju, doktor? Kur një djalë i ri si ju atë botë e marrët një përgjegjësi kaq të madhe që të qaseni një profesioni kaq të vështirë për një të njëjtin kohë shumë human. Po, Elion, unë tash nëse do të flas pak për veten, pikërisht jam një prej atyre të rinjve të vitet 90-ta, ku përjetuam atë egzodin e madh, ku deshën të largoheshin nga Kosova, një pjesë në Evropë, një pjesë andej, një pjesë këndej e tjerë, dhe të vazhdojmë të edukoheshim, të trajnoheshim për gjërat të që ti mungonin në atë kohë më shumë të Kosovës. Normalisht, kur në 2005 në përfundova specializimin e kirurgjisë kardiovaskulare në Ankara, ky ishte për mua një kthes, po them, shumë e madhe të vazhdoj atje apo të vi këtu. Normalisht ishte shumë një vendim madhor, të them, tek mbas 3 vite kthehem, po thoj se përfundimisht në Kosovë, ku dhe filloj të praktikoj, të them, së pari herë në Kosovë një rutinore kardiokirurgji. Normalisht kjo ishte një vendim jo i lehtë të bësh një profesion që mund të them edhe për vendet më të zhvilluara është shumë vështirë. Ku mos them më shumë se para 100 vitësh thuaj që larg zemrës, pra për të gjithë mjekët dhe kirurgët, zemrës mos u afroni. Dhe ne arritëm që në Kosovë në 2011 ta bëjmë një ekip vendore, një ekip shqipfolse, të them, e cila se kjo nuk u bëhet vetëm. Më thonë, si kardiokirurg ti nuk ke asgjë nëse nuk e ke ekipën. Andaj arritëm që ta bëjmë një ekip e përbërë nga anesteziologët, nga infermierët, nga kardioteknikët e tjerë, dhe që nga i moment nuk u ndalla më nga Kosova në një farë mënyrë, mbetëm këtu dhe vazhdojmë me kënaqësi më të madhe, me vështirësinë më të madhe të vazhdojmë të ushtrojmë këtë profesion. Doktor, ju e përmendët largimin nga Kosova, si i ri kur shkuat për studime në Turqi. A la gjurmë personalitetin tuaj një kulture huaj, ku edhe u shkolluat, edhe u zhvilluat profesionalisht, edhe e përmendet kthimin, që ishte i vështirë. Pse u kthye doktor Raif në Kosovë, kur mund të ndërtonte një karrierë të sigurt në jashtë vendit? Që të gjithë ne, të cilët unë jam i bindur në mos them 100%, po të atyre që kam kontakte edhe në Evropë, apo në Turqi, apo diku tjetër, të gjithë kanë një mendim dikur të kthehen këtu dhe në një farë mënyrë të ushtrojnë profesionin, se të kanë, so që thonë, mjek kirurg e tjerë. Mund të jetë inxhinier, mund të jetë diçka tjetër e tjerë. Por normalisht ajo, si të them, ajo vuajtje të cilët ne e lam vendin pas në vitet 90, e lam në gjendje shumë të vështirë, shumë të rëndë, ato kush i ka përjetu e din më mirë. Bile ne s'kemi përjetu asgjë, që kanë përjetu prindët tanë, shokët tanë, si të kanë mbetur këndej pari, familjarët e tjerë. Prandaj, gjithmonë i kisha në mend që të kthej. Gjithmonë kam pas në mend që të kthehem dhe të krijoj diçka që i mungon te Kosovës në atë kohë, e sidomos pas shtirimit pas 99-s, normal kjo ishte vetëm u dashkë që të praktikojmë tani. E kjo pa mbështetje ishte e pamundur normalisht. Kur e gjetëm atë mbështetje minimale, mund të them, erdhëm këtu. Pse?
Tash kjo të largohesh nga vendi të kalosh në një vend tjetër, s'do më thonë që duhet të tjetërsosh. Prap je ai që je këtu. Ti mund të shkosh nga do që shkosh, po je këtu. Me mend mund me trup mos me qenë, por këtu je. Andaj unë gjithmonë e mendojsha në atë formë që përkundër asaj që kam qenë i privilegjuar i vendeve ku kam qenë, i klinikave ku kam qenë, prap e kisha në mend që të kthehem këtu. Po pse kaq i bindur që të kthehesh për Kosovë për dën kontribut në vendin tuaj? Po ajo është kryesorja, mendoj unë, që ta jepësh një kontribut atë që ka i mungon të këtij vendi dhe të vazhdoj të hecim dhe të futimin, se kardiokiurgjia, të them të drejtën, nuk është vetëm mjekësi, nuk është vetëm kirurgji. Ajo në një farë mënyrë paraqet edhe një lloj standardi, paraqet një lloj, si të them, vlerësimi për një nivel të lartë të mjekësisë, por jo vetëm të mjekësisë, ku kërkohet edhe sociolog të jesh, edhe psikolog të jesh. Do të thonë që ta ushtrosh këtë lloj profesioni nuk është mjekësi e thjeshtë. Do të thonë duhet, kjo tregon që edhe Kosova mos them 100% po dal nga dalë po futet në atë grupin e shteteve të civilizuara, them. Doktor, sa është e vështirë për ju të ndahet ajo që quhet racionale dhe emocionale? Do të thënë kur përgatiteni për të hyrë në sallën e operacionit, si e bëni këtë ndarje, duke ditur që mbi gjitha jeni edhe njeri? Shiko, ndonjëherë, si thash edhe më parë, ne përveç që duhet të jemi mjek, ne duhet të jemi pak edhe më shumë edhe psikolog. Ta njohim edhe psikologjinë, jo vetëm psikologjinë e librave, por psikologjinë edhe të vendit ku jetojmë. Kur the racionalja dhe emocionalja si arrin të ndahen, kjo i them do janë shumë thjesht mund ta qartësoj. Kur ballafaqohem me pacientin dhe duhet të thosh që duhet të operohet, kjo më së lartë kjo ishte dje. Normal që bisedoj poshtë siç po bisedoj me ty tani. Në mënyrë të thjeshtë, mundohem në mënyrën më të thjeshtë më sqaroj që to duhet të bën se s'bën. Kjo është një, tash po njihemi, po kur të futemi në sallë, mon nuk ka emocionale. Na duhet të jesh racional aty që ai njeri i cili ka jetën në rrezik të mos e rrezikojmë edhe një herë edhe një herë tjetër. Pra ti minimalizojmë çdo rrezik të jetës për shkak se operimet kardiake janë operime me rrezikshmëri, mund të them, rrezikshmëri të lartë në krahasim me kirurgji tjera. Po, a ndryshuat ju doktor me kohën, në raport me profesionin, a ju ndihmoi këtu përvoja gjatë që ju e keni? Gjithsesi. Shqyqojnë tash, kjo është një, të ushtrosh një profesion në Gjermani është diçka tjetër. Të ushtrosh këtë profesion në Turqi është diçka tjetër. Teknikisht të gjitha janë të njëjta. Pacienti mund të jetë tjetër, familjarët mund të jenë tjerë, etj. Gjithmonë ato lidhjet emocionale janë te ne në Kosovë, sidomos në Shqipëri, sa që kanë vërejt, po ashtu në Turqi kjo ka qenë. Në Gjermani mund të jetë pak më ndryshe. Normalisht që tash ne duhet të marrim parasysh edhe jo vetëm pacientin si pacient, po të marrim edhe pjesën e të rrethit, të familjarëve, etj. Do të thonë ata duhet të përgatiten për këtë lloj operimi. Se gjithmonë them se këto lloj operime nuk përfshin vetëm smundjen patologjinë që të kanë, por duhet përfshin edhe atë trekanshin i cili nuk duhet kurrësi të dëmtohet, mjek, pacient dhe familjar. Ta operosh pacientin dhe ta dërgosh në shtëpi, kërkohet më nuk je me atë pacient. Pra ai pacient kërkon edhe një mbështetje, të cilën mund të them jo më shumë mjekësore, më shumë psikologjike, sociale etj. Ju njeni se mjek shumë i suksesshëm, doktor Aif, por a keni pas në një rast që ju ka mbetur në kujtesë, ku ju jeni ndjerë i pafuqishëm? Ka raste të tilla, normal nuk janë fatmirësisht të shpeshta, po ka raste të tilla. A mund të ndani me një rast të tillë? Një përvojë tuajën? Shqyqo tash është ndonjëherë unë jam pak emocional ndaj fëmijëve më shumë, thënë drejtën. Dhe që në kohën e specializimit unë atë pjesë kam ndarë që me fëmijë nuk do punoj. Për shkak të them në fillim racionalja dhe emocionalja të mos përzihen. Prandaj unë këtë pjesën e kardiokirurgjisë pediatrike pak kam dashur ta lëm më anash, thënë drejtën. Pse nëse thosh
Po ka raste kur në Ankara, për shembull, fëmija e ka humbur një nën dhe traumat e saj, tash ti përshkruaj këtu, me të vërtetë janë shumë të dhimbshme. Ndodh edhe këtu, të rastet të cilët normalisht janë ndonjëherë të papriturat mund të ndodhin. Por, si them, gjithmonë ne do ta bëjmë maksimumin. Por janë disa, tash mos bën pak edhe religjioz të them, por janë disa forca ndërsa që ne t'i kalojnë. Andaj mendoj që ne duhet ta bëjmë atë çka duhet të bëjmë, çka është shkenca, ku ka arrit shkenca maksimumin, pjesën tjetër ndonjëherë nuk mund ta neglizhojmë apo nuk mund ta anulojmë atë pjesë. Doktor, ju vini nga një familje shumë e respektuar mjekësh, nga qyteti i Pejës, duke filluar nga babai juaj, primarius doktori Mërçavolli. Unë do doja dija cili ka qenë ndikimi i babait tuaj në rrugtimin tuaj profesional. A ka qenë ai indikator që ju t'jeni sot në këtë rrugtim profesional në mjekësi? Unë mendoj që po. Tash nëse do analizoj, ne përveç që kemi pas në familje gjatë drekave, pas punës, në darka, etj dhe bisedat që kemi ndëgju kanë qenë mos thënë 80-90% të patologjive, të smundjeve, të afit e këtij e kështu me radhë. Por ne kemi jetuar në komplekse të banesash të tilla ku kanë qenë të gjithë mjekë dhe fëmijët e mjekëve. Dhe mos them të gjithë janë mjekë sot, shumica janë mjekë, qoftë këtu, qoftë në Evropë apo diku tjetër. Pra kjo është diçka që ndikon. Por gjithmonë duhet të ndalemi se unë kam fëmijë sot dhe ndoj ringacmoj ata nga po do në ju të shkoni tërë. Nuk do në asnjë në mjekësi, kjo është e çuditshme dhe nuk insistoj më shumë. A mund të ketë ndikuar përditshmëria e tyre me një baba doktor që sot ata të largohen nga mjekësia? Ajo është e mundur, duke marrë përballë që je duke ndenjur në shtëpi dhe vjen telefonata, ke një urgjencë ose ke diçka që duhet të shkosh ti. Domethënë i ke lënë plot punë, plot gjëra tjera, ama jeta njerëzit për mua ka qenë primare çdo gjë. Doktor, po e përmendim familjen, edhe e dim që ju i keni shpëtuar shumë zemra, por nëse një ditë ajo zemër në sallën e operimit do t'ishte e dikujt që ju e doni më shumë se veten tuaj, a do të kishit guximin ta operonit, apo do t'ja dorëzonit jetën e atij familjarit dikujt tjetër, një kolegu tuaj? Pyetje shumë e vështirë, kjo është se mund t'jem edhe unë ai pacient ndonjëherë, por mendoj që nëse duhet prap duhet t'jesh racional. Të bësh, të operosh edhe atë që nuk do ta operosh ndonjëherë. Nëse nuk ka dikush tjetër, dhe nëse nuk ka dikush tjetër më i mirë se ti. Do e ndanit edhe në atë rast? Edhe në atë rast, po. Doktor, e përmendëm familjen ku ju jeni rritur. Mirë po, edhe sot, ju jetoni me një doktoresh, bashkërrugtoni me një doktoresh, pra bashkëshortja juaj është specialiste e hematologjisë. A është e vështirë ta ndanit njëjtin profesion me rrugtuesen e jetës? A ka më shumë mirëkuptim, apo kjo sjell edhe më shumë vështirësi? Vjolla është hematologe, mund të them më shumë se gati 13-14 vite është hematologe, e specializuar në Tiranë, dhe normalisht nga momenti kur e morë specializimin, unë nuk prita të them drejtën, kemi pas një mirëkuptim pak të madh mes se patologji që i trajtojnë ajo dhe patologji që i trajtoj unë, mund të them ndonjëherë kanë vështirësi të cilat nuk mund të përshkruhen. Domethënë të trajtosh leukemitë akute, të trajtosh limfomat, të trajtosh këtë apo atë sëmundjet e gjakut, të cilat janë ndonjëherë më të vështira. Nuk është lehtë, edhe në ato pika normalisht edhe unë duhet të jem pak përkrahas i familjes, përkrahas i saj që ajo të vazhdoj punën. Mendoj që deri tash kemi pas vështirësi, por gjithmonë një mirëkuptim mes njëri tjetrit, edhe kemi arritur që të i kalojmë këtë vështirësi. Cilat janë diskutimet tuaja të përditshme me bashkëshortën tuaj mjeke
me që të dy jeni të njëjtit profesion? Flisni vazhdimisht për profesionin? Jo, normal nuk flasim për profesionin, por nëse do flisha për profesionin, zakonisht shkojmë në kritika, të cilët janë shumë të rënda ndonjëherë. Çfarë kritika? Jam shumë kurioz di Kritika, si e kritikoni ju njëri tjetrin? si e kritikojmë njëri tjetrin, thënë drejtën, ne tani nuk po e kritikojmë për më herët e kritikonin, por tani jo. E pam që nuk ka vlera e kritikë, s'po qenë askund. Tani kemi fillu ta mirë kuptojmë njëri tjetrin, po e kritikojmë sistemin ku jemi. I cili me vërtet ndonjëherë po na e vështirëson situatën, po na bën pak më të, si më thënë, më skeptik, thënë drejtën, po normalisht përkundër asaj që ne mund të shkonim në diku tjetër të jetonim, kemi vendosur të jetojmë këtu. Do jetojmë këtu. Nuk kemi nga të shkojmë tjetër, ky është vendi jonë, dhe ne do të vazhdojmë kontributet këtu. Përkundër atyre vështirësive që me vërtet nuk janë të lehta ndonjëherë, por mendoj që me kohë po t'i kalon dal nga dal. Bashkëshortja juaj në fakt është nga Tirana dhe di që edhe ju keni jetuar dhe keni vepruar për një kohë relativisht jo të shkurtër në Tiranë. Cili ka qenë dallimi më i madh mes Tiranës dhe Prishtinës profesionalisht? Nëse mendoni unë e gjeta në një situatë Tirana, një qytet i bukur, një qytet, thënë, kur qyteti i Shqipërisë normal, ajo më tërhoqi më shumë pikës pari, si po të shkoj të jetoj, më pëlqeu. Dhe 2008 në vendosa në Tiranë. 2011 vendosa të kthehem në Prishtinë. Tani, nëse do e kthesha si në aspektin e strukturës, e gjeta një strukturë më të keqe këtu se sa në Tiranë. Do më thonë, tu kishte mbetur një dy apo shkallë më poshtë kishte mbetur. Por po vjen momenti tani, po flas për 2011-ën tutje, po vjen momenti kur këto diferenca tani po shkojnë duke u zvogëluar. Kjo në një mënyrë po më pëlqen të them drejtën, do e kemi ato luftrat tona regionale, Kosovë, Shqipëri, në familje brenda, dhe tani ato janë zvogëluar, shumë janë zvogëluar, ma nuk kemi diferenca, të them. Po i përmendet edhe fëmijët, edhe e përmendet rastin e zgjedhjes së profesioneve, dhe pse ndoshta nuk janë një moshë akoma për studime, do doja t'ja se si është jeta juaj në kohën e lirë me fëmijët tuaj, edhe cilat janë diskutimet që i bëni me fëmijët? Me fëmijët, normalisht vajzën e kam 15 vjeqe, tash ka fillu shkolla e mesme, jemi në diskutime çka të merrem më tutje, ku më tutje të vazhdoj. Djali 9 vjeç është ende në fazën e si të them, të formimit të individit të tij e tjerë, nuk merrem më shumë me gjëra rekreative, të them. Një për atyre është kompjuterët e tyre, lojrat e tyre. Vajza normalisht tash vetëm është në një fazë ku duhet ta merr drejtimin. Ku do të studioj, çka do të studioj? Do të thonë jam në një fazë, jo vetëm unë, po edhe ajo, dhe ne që gjithë shtëpia, familja jemi të pak të preokupuar me këtë. Po, doktor, në frymën e pa komplekse, me që edhe vetë podcasti quhet në këtë formë, a ka kompleksin një kardiokirurg? A ka frikë nga gabimi, dyshim ndaj vetes ose presion për qenë gjithmonë i pathyeshëm ose i pagabueshëm? Që tash në kardiokirurgji, në çdo lami ashtu, por mjekësisë është më rëndësi të jesh perfekt, apo të jesh i përsosur. Por ajo nuk ekziston. Do të kemi të qartë. Unë do herë shumë bile mendoj, nëse nuk do operoja sot, ndoshta do të ishte më mirë. Pra duhet të kemi të qartë që përveç të raste emergjence, pra mos e prek në ato minuta nëse nuk je i koncentruar, nëse ke lodhe të tepërt e tjerë. Kto ndikojnë gjithmonë. Përndryshe normalisht të papriturat ndonjëherë ekzistojnë gjithmonë në kardiokirurgjinë, si në çdo lami. Gjatë operimit nisesh për një operim ta bësh këtë, apo nuk bëhet ajo.
lëm, duhet t'i bësh pacientit 3 bypass e del me 5. Mandej ja nis pacienti me tut, po pse mi bën e 5, ti më thaj 3. Do të thonë këtu në papritur, do të thonë nuk ka asgjë perfekt. Të përsosur nuk ka, mos të presim asgjë të përsosur. Por është me rëndësi ta bësh atë maksimumin që mund ta bësh, që duhet ta bësh, pa që do bëj çdo kund në botë. Në një moment të këtij podcasti ju e përmendet edhe fuqinë hyjnore në disa raste. Do doja dija cili është raporti juaj me hyjnorën, me Zotin ose me të mbinatyrshme. Që tash kjo ndikur kam qenë pak më shumë religios. Tash s'po them që s'jam religios, kam ato bindjet e mia, të cilat nuk për momentin nuk ndoshta kisha dashur ti ndaj, por gjithmonë mendoj që njeriu duhet të besot në diçka. Po, ne jemi njerëz dhe gjithmonë ekziston mbi ne diçka tjetër. A mbizotron kjo forcë tek ju kur ju futeni në sallën e operimit? Në sallën e operimit mundohem që të mos më nështrohem asnjë force përveç shkencës, dijes, se të kam normal. A mendoj që nëse do zbatoshim me rregull çdo gjë, edhe e forcë tjetër që të po e përmend tani, mendoj që do të na ndihmon. E përmendet edhe formën e komunikimit, që është shumë e rëndësishme, madje përmendet një pacient që komunikua dje, ja kumtuat një lajm që nuk është i lehtë. Si kumtoni ju doktor lajmet e tilla që janë të vështira, që janë raport jeta vdekje? Si ja kumtoni ju një pacienti, ose a keni ndonjë rast kur ka qenë shumë e vështirë t'ja kumtonit një pacienti një lajm tillë, ndoshta për shkak edhe gjendjes emocionale të vetë pacientit? Që kur të realizon me mira operimin, apo të them edhe, ose me mira pacient komunikime, pacient është të tillë, atëherë më në një farë t'ja komunikosh prapë thash në Gjermani është diçka tjetër. Në Turqi do të ishte diçka tjetër. Më emocional do të ishte për shembull në Shqipëri, pacienti në Shqipëri është shumë më emocional. Por këtu prapë mendoj që e analizoj pacientin pikësvari, e analizoj dhe familjarët, e analizoj të gjitha. Dhe kur t'ja kuptoj këtë gjë që pacienti duhet të operohet, për shembull, pacienti, unë nuk kam dashur të takohem me pacientin. Pse? Ishte pak një rast më si të them, jo i vështirë të them në aspektin teknik, po më i çuditshëm thoya. Dhe nuk duhet të stresoj. Për shembull, mund të jenë edhe case report. Po përmendje tani. Një 50 vjeçar pacienti. Zemra i ka 2 koronaren e majtë dhe koronaren e djathtë. Edhe zakonisht i thon pacientëve kur nëse ndodh diçka në koronaren e majtë, ti nuk ke mundësi të jetosh. Që 99.9% mund të them kjo është e vërtetë. Ky pacient i djeshit nuk e kishte fare koronaren e majtë. Jetonte vetëm me këtë djathtë. Ja, kjo është doja të them forca hyjnore ndër që e mban atë njeri në jetë. Do të thonë çdo mund të them edhe zemra ishte në funksion të mirë, ishte e rujtur, nuk kishte pas ndonjë infarkt, ndonjë dëmtim muskular e tjerë. Dhe çdo gjë që furnizoi nga ana e djathtë përmes kolateraleve, do të thonë disa bypasseve natyrore që bëhen. Edhe kjo ishte mund të them ndoshta në karrierë nuk i kam pa 5 raste të tilla. Të mos e ketë fare koronaren e majtë, të bllokuar, jo të bllokuar nga anatomia e, si të them, anomali të jetë diçka, po ishte e bllokuar, se ishte bllokuar nga ateroskleroza, nga smundja. Dhe pacienti nuk ka vrejt asgjë. Do dhimbje, do frymëzanie, do simptome shumë të thjeshta. Po gjatë koronografisë e shohim çka më pa. Po pacienti jeton dhe jeton shumë mirë. Tash shpjegom ati mu këtë. Doktor, si ja kumtoni ju një lajmin pozitiv pacientit pasi përfundon gjithçka? Cili është komunikimi juaj me një pacient pasi përfundon në mënyrë të suksesshme një operim? Ose si është komunikimi me familjarët kur një pacient nuk ja del dot? Shiko tash, prap duhet të bazohemi përvojave të mësuesve tanë dhe të mëdhenjve tanë. Për çdo gjë ekzistojnë disa guideline, disa uzus, të
që ne na ndihmojnë se si duhet të sillemi dhe çka duhet të bëjmë për raste të caktuara. Tani, normalisht, nëse rasti shkon shumë mirë, pe marrim rasti shkon pa problem. Unë i them gjithmonë, në muajin e parë je në rrezikshmëri prapë. Do të thonë, edhe nëse një muaj shkon çdo gjë në rregull, është okay. Pas asaj je mjek për vete. Do të thonë, ti duhet të interesohesh të si them ato ti gjërat rutinore tonat, stili jetës, se ku ta diun tash mos çojmë në detale. Po tash, kur janë raste të cilat ndonjëherë të papriturat, komplikimet që të mund të ndodhin, se nuk është problem të operosh pacient rutinor, po të operosh komplikimin e diçka, është normalisht janë raste shumë të vështira. Gjithmonë në këto raste ne i kemi pa hyrë në operim, i kemi disa formularë thënë, tash do thoni shumë të thjeshta. Nuk janë shumë të thjeshta. Aty në ato formular që janë 4 faqe, 5 faqe, diku janë 20 faqe, etj, përshkruhet në formë të detalizuar gjatë këtyre operimeve çka mund të ndodhë. Do të thonë kjo është gjëja më e mirë që mund të bësh një pacienti, t'ja tregosh çdo gjë që mund të ndodhë. Andaj unë them se këto mungesa kanë atë që kam vërejt në Kosovë, mjekët të cilët janë të edukuar në Kosovë më shumë. Këto gjëra nuk i komunikojnë shumë. Do të thonë nuk kanë komunikimin me pacientin, nuk kanë atë lidhshmëri se ka sëmundje, po në vërtet ka të sëmur. Të gjithë janë dallojnë njëri prej tjetrit. Prandaj këto duhemi Pra komunikimi është një problem i madh këtu? Komunikimi është një problem shumë. Komunikimi mjek-pacient? Mjek-pacient, ajo lidhshmëri me pacientin, do të thonë, ndonjëherë në një mënyrë edhe infermierëve i pyes, po si e ka emrin pacient. Kjo është gjë first of line që duhet ta ketë. Të cilët raporti zakonisht edhe i infermierëve si mjekëve, si nga ajo që ju e keni vëzhguar për gjithë këto vite, sidomos në Kosovë ose edhe në Shqipëri? Mungesa e komunikimit. Mungesa e komunikimit ka qenë një prej gjëra, mund të them, si në Kosovë, si në Shqipëri, mund të them ka super mjek, kemi kolegë me vërtet të aftë në gjë, po ndonjëherë shoh që kanë një mungesë komunikimi me pacientin. Mungesë komunikimi, mos harrim se çdo kush që i shkon të mjekut në derë nuk i shkon nga shefi. Po ka një hall. Edhe mos e pash atë hall që po e mendon, ai është hall prapë se prapë. Ka hartë e tij dhe ti duhet ta ndëgjosh. Ta ndëgjosh me vëmendje. Kjo mendoj që kam pa që është një mungesë jo e vogël. Ai komunikim, ai lidhshmëri me pacientin është një pengesë, mendoj që të bësh diçka të mirë për atë njerëz. Doktor, babai juaj, primarius doktor Umer Qavolli, njihet për komunikimin me pacientët, madje njihet edhe për bamirësinë e tij në shumë raste në raport me pacientët që s'kan pas mundësi mira financiare. Ka qenë ndoshta babai juaj ai rol modeli që ju t'jeni një komunikues i mirë me pacientët tuaj sot? Mendoj që po. Mendoj përveç asaj se bazamenti fillon çdo gjë nga familja, nga qelizë elementare e shoqërisë, por edhe edukimi ku e kam kryer edhe fakultetin edhe specializimin në Turqi, kjo ka qenë komunikimi, do të thonë ka qenë lidhshmëri që të kam parë atje dhe kur kam marrë këtu jam çuditur pse nuk ekziston edhe këtu në një mënyrë këtu. Të fundit kjo është pacient. Se duhet ta lidhem me këtë, se kjo është një lloj komunikimi që më shtin ndonjëherë të mendoj. Kam obligim dhe t'ja u them. Kur kam vendosur të vi në Kosovë, kam filluar të punoj në një spital privat. Ishte spitali i parë, një qendër kardiake në atë kohë për Kosovë, një spital shumë i mirë them për kohën, dhe aty në një minutë më vjen një paciente e cila kishte një sëmundje shumë të avancuar, koronare, duhej të operohej, por nuk kishte para. Pjesa financiare ishte shumë.
ajo më shtyri, ajo paciente më shtyri, e mbas asaj plot pacient tjerë, po ajo ishte më inicioi këtë ide që ta hapim edhe kardiokirurgjin në qendrën klinike universitare pranë publike, ku gjithmonë kam menduar që aty nuk do flitej paraja. Domethënë kjo është nuk do flitej pagesa. Si pyetim pacienti sa kushton. Po s'ka është kjo kushton. Po çfarë ndodhi me atë paciente? Ajo paciente është operuar, tash nuk e di, nuk e kam parë, përveç operimit nuk e di diçka tjetër në detale. Po mirë ka shku pa problem. Doktor, Raifi i sotëm, a do ta merrte rrugtimin e njëjtë nëse do të kthej pas? Unë mendoj që nuk jam i aftë të bëj diçka tjetër. Jam mirë me këtë profesion. Mendoj që prapë nëse do filloj prapë do vazhdoj prapë njëjtën gjë. Doktor, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e podcastit tim dhe ju uroj shumë suksese në rrugtimin tuaj fisnik. Elion, shumë falenderës. Ishte kënaqësi. Mirupafshim në podcastin e ardhshëm.